Prokuroria e posaçme ka dalë në një njoftim zyrtar lidhur me arrestimin e babait të kandidates për deputeti i cili akuzohet për vepra penale si korrupsion aktiv në zgjedhje dhe korrupsion pasiv në zgjedhje. Prokuroria e posaçme thotë se në datën 8 maj, rreth orës 10, babai Limonera Bozhes është takuar me një shtetas në banesën e këtij dhe i ka kërkuar mbështetje për vajzën e tij, kandidate për deputete të një subjekti politik në zgjedhjet e 11 maj 2025. Në këmbim të mbështetjes ka ofruar një shumë parash dhe një fletë të ngjashme me atë të votimit, ku me ngjyrë portokalli ishte shënuar emri i kandidates që duhej të votohej. Gjatë kontrollëve të kryer është sekuestruar fleta e ngjashme me atë të votimit dhe një kartmonedhë. Kandidatja e Partisë Social-Demokrate, Limonera Bozha në Fier, në një deklaratë për mediat, thotë se akuzat për blerje votash ndaj babait të saj, tashmë të arrestuar, nuk janë të vërteta. Sipas saj, kjo është një sjellje tendencioze dhe se herë të tjera është përballur me intimidime dhe presion për të tërhequr nga gara. Me shoqëruar babai juaj, cili është reagimi, çfarë ka ndodhur? Atëherë, mbrëmjen e dieshme, siç e thatë edhe ju, janë shoqëruar dy pjesëtar të familjes time. Imat aktualisht ndodhet në komisariatin e Fierit. Kam shumë pak informacion nga policia. Sapo lexova një lajm për një deklaratë që ka bërë drejtoria vendore, e cila thotë që akuzohet për blerje votash. Është e pavërtet 100% kjo gjë. Unë e kam thënë edhe në një intervistë tjetër që kam punuar 12 vite, kam qenë pjesë e Partisë Socialiste për 12 vite dhe nuk kam bler kurrë vota për ata. Dhe nuk blej vota për veten dhe për asnjëri tjetër. As unë as familja ime. Unë jam një vajzë qytetit të Fierit, njohin gjithë. Familja ime është shumë e nderuar e respektuar dhe punëtore. Babai im është njeri shumë i respektuar. Ka ardhur të mbështesi vajzën e tij, si çdo prind besoj mbështet fëmijën e tij në gara të ndryshme. Në këtë rast babai im ka ardhur për të mbështetur vajzën e tij, po kurrë në asnjë moment nuk është folur dhe nuk është menduar që të blihen vota. Kështu që në mënyrë kategorike është një shpifje ndaj meje dhe familjes time dhe kjo është e gjitha një gjë shumë tendencioze dhe nuk është hera e parë që familja ime intimidohet dhe ushtrohet presion që unë të trishem nga gara. Ka pas disa raste. Nuk besoj se keni vëmendjen tek rezultati i votimit, por se çfarë po ndodh në familjen tuaj. Kush ka qenë personi tjetër i shoqëruar? Çfarë akuzash ngritur për të, është proceduar në gjendje të lirë, çfarë po ndodh përveç babait? Është njërka ime. Normalisht ajo është lënë e lirë, vetëm i matë ndodhet në komisariat. Siç e thash, kam shumë pak informacion nga policia, nuk jep asnjëri asnjë lloj informacioni. Por e gjithë kjo situatë është tendencioze dhe është e përsëritur. Dhe siç e kam thënë më përpara, është diçka që vështrimi nuk do ta hedh nga qeveria aktuale. Duke qenë që unë kam qenë pjesë e Partisë Socialiste për 12 vite dhe dëshirat e tyre janë që t'i kenë njerëzit në tutel. Unë jam një njeri që kam të drejta, siç ka gjithë populli kudo që ndodhet. Gjithë njerëzit në botë kanë të drejtën e tyre të flasin, të marrin vendime, të votojnë, të kenë bindjet e tyre. Por me sa duket në Shqipëri nuk mund të kesh bindje ndryshe nga ato të Partisë Socialiste. Thash, është era e disa që bëhen presione ndaj familjarëve të mi. Është bërë dhe më përpara një presioni tjetër, por që unë të trishesh nga gara, ndoshta tani besoj e kanë marrë kënaqësinë e tyre dhe prisnin që unë të hiqa fokusin nga rezultati dhe mund të bëjnë çfarë të duan gjatë numërimeve të votave, sepse unë kam familjen parësore. Mendoja që ky vend kishte nevojë për njerëz potencial të drejtë që nuk përlyen dhe janë të pastër, edhe duan që të bëjnë një gjë më të mirë për njerëzit e tjerë, po me sa duket që nga shumë e vështirë që në Shqipëri të lejohet një gjë e tillë. Unë uroj që atëherë ne nuk kemi informacione. Unë personalisht nuk kam asnjë informacioni. Kam qenë gjatë gjithë kohës në komisariat dhe nuk kam informacione më shumë. Është tani sapo mora vesh për deklaratën e bërë, kështu që jemi në një terr nga ana e policisë lidhur me Policia ka dalë me një njoftim zyrtar, kreu i PSD-s a ka reaguar në lidhje me këtë? Sapo e kemi marrë vesh këtë informacion, kështu që jam unë e para që në momentin që u vura në dieni të këtij informacioni që ka nxjerr deklarat policia e Fierit, po e përgjinjëstroj dhe babai im nuk ka bler kurrë vota dhe ne nuk blejmë vota. Lidhur me rastin dhe materialet procedurale janë referuar SPAK për veprime të mëtejshme në lidhje me këtë rast.